Përshëndetje të dashur zonja dhe zotrin, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë rrëfimin e radhës, për të ndarë një letër që në fakt është nga këto letra që unë nuk i dua fare. Marrëdhënia mes dy vëllezërve, inatet e nuseve, mllefet e nuseve kanë shkatëruar gjithçka. Letra është e shkruar nga vllai për vëllanë, për një krisje familjare që në fakt kanë patur, për një dhimbje të madhe familjare që kanë patur dhe vëllai i lutet vëllasë për t'i ardhur në dasëm. Vëllai im, nuk e di nëse do ta dëgjosh këtë letër deri në fund, nuk e di nëse do të dridhet zemra kur të shohësh emrin tim, Alketin, apo nëse do të lësh mënjan siç kemi lënë mënjan njëri tjetrin për kaq shumë vite. Por sot nuk po të shkruaj për të hapur plagët e vjetra. Po të shkruaj sepse të dielën është dasma e jon e madhe. Dhe unë, edhe pse kemi kaluar të plota 15 vite pa folur, unë ende të quaj vëllain tim. 15 vite është shumë kohë për dy vëllezër që dikur nuk mund ta imagjinonin një ditë pa njëri tjetrin. Kemi qenë fëmijë bashk. Kemi ngrënë në të njëjtën tryezë. Kemi ndarë të njëjtën shtëpi, të njëjtën bukë, të njëjtat gëzime dhe të njëjtat halle. Kemi qeshur bashk, kemi qarë bashk dhe kemi menduar dikur se asgjë në botë nuk do të mund që të na ndante ne. Por erdhi dita kur filluam të dëgjonim më shumë fjalët e të tjerëve se sa zërin të zemrës tonë. Gratë tona u bën shkak i shumë keq kuptimeve. Fjalë pas fjalësh, inate pas inatesh. Keq kuptime pas keq kuptimesh. Dhe në fund, dy vëllezër që kishin ndarë në të vërtet gjithçka. Filluan realisht të jetonin sikur ishin të huaj. Ndoshta, kemi gabuar të dy. Ndoshta ti mendove se unë të kisha kthyer krejtësisht shpinën. Ndoshta unë mendova të njëjtën gjë për ty vëlla. Ndoshta të dy pritëm që tjetri të bënte hapin i pari. Dhe vitet kështu filluan që të kalojnë. Kaloi një vit, pastaj kaluan 5, pastaj kaluan 10, dhe sot janë bërë fiks 15 vite. Në thelb sa shumë gjëra kanë ndodhur gjatë këtyre viteve vëlla. Kemi ndryshuar, jemi plakur, fëmijët janë rritur, prindërit janë plakur, njerëz që dikur ishin pranë nesh sot nuk janë më. Dhe megjithatë, ne vazhdojmë që ta mbajmë kokën lart, duke bërë sikur nuk na dhëmb fare. Por për mua realisht më dhëmb shumë. Më ka dhëmbur çdo festë familjare ku nuk ishe ti. Më ka dhëmbur çdo herë që dikush më pyeti: "Po vëlla yt, pse në të vërtetë nuk vjen?"
Më ka dhëmbur kur kam parë njerëz të tjerë duke përqafuar vëllezërit e tyre, ndërsa unë kam qëndruar në heshtje. Por më shumë se çdo gjë tjetër më ka dhëmbur fakti që ne të dy u bëm krenar me heshtjen. Sot dua të të them diçka që ndoshta nuk ta kam thënë kurrë. Më ka marrë shumë malli për ty. Më ka marrë malli për zërin tënd, më ka marrë malli për shakat tona. Më ka marrë malli për debatet tona të vogla, më ka marrë malli të të them, o vëlla, pa pasur frikën se dikush do të na ndaj përsëri. Dhe tani kur mora vesh se të dielën ke dasmën, zemra ime nuk më la që të rija pa të shkruar. Vëlla të lutem, eja në dasëm, eja në dasmën tënde, eja jo vetëm për mua, por eja për veten tënde, eja për të treguar se 15 vite nuk mund të avarosi një lidhje gjaku. Eja sepse ajo ditë nuk duhet të mbahet mend si dita kur dy vëllezër vazhduan që të qëndronin larg. Duaj që kur të hysh në dasmë, të më shohësh. Dua të afrohem tek ti. Dua të të shtrëngoj fort. Dhe nëse nuk dim çfarë të themi pas kaq shumë vitesh, nuk ka fare rëndësi. Ndonjëherë një përqafim thot më shumë se 1000 fjalë. Nëse mendon se unë të kam bërë pa drejtësi, realisht më fal. Nëse ti më ke bërë pa drejtësi, unë do të fal. Le t'i lëm pas të gjitha. Le t'i lëm pas fjalët që na kanë thënë. Le t'i lëm pas inatet. Le t'i lëm pas krenarin. Sepse në fund të fundit, gratë mund të jenë pjesë e jetës tonë, por vëllai mbetet vëlla. Nuk dua që një ditë kur të jemi shumë të moshuar, të ulemi vetëm dhe të pyesim, pse nuk e kërkova vëllan tim? Pse nuk shkova në dasmën e tij? Pse lejuam të kalonin 15 vite? Unë nuk dua të kem një pendes të tillë. Prandaj po të kërkoj vetëm një gjë. Të dielën kur të vish në dasëm, mos mendo për 15 vite që kemi humbur. Mendo për atë që mund të fitojmë nga sot. Mendo se ndoshta ajo ditë mund të jetë fillimi i një kapitulli të ri. Unë do t'jem aty dhe edhe nëse ti nuk më flet, unë do të shoh. Edhe nëse kalon pranë meje pa më përshëndetur, unë përsëri do të quaj në zemër vëllau im. Por nëse më jep vetëm një mundësi, nëse ma zjat dorën, unë të premtoj se nuk do ta lëshoj, sepse kemi humbur shumë kohë, shumë. 15 vite janë shumë për t'i kthyer pas, por ndoshta nuk është vonë për 15 vite të tjera së bashku. Vëlla, të dielën është dita jote. Mos e lër të kaloj pa ne. Mos lejo që inati i vjetër të jetë më i fortë se gjaku ynë. Mos lejo që fjalët e njerëzve të tjerë të vendosin për marrëdhënien tonë. Vëlla, eja në dasmën tënde.